Përshëndetje, sot do t'ju tregoj si të përgatisni sallat me partigjana të zi. Që na duhet për këtë sallat janë specat, partigjana të zi, tomate, hudër, kryp, vaj ullini, vaj thjesht edhe ufull balsamico. I coptojmë partigjana të zi. Ka do partigjana të zi që janë thjesht, ka do që nuk janë, mirë po nesë po rrezikojmë. Lajmë qesim në ujë. I lejmë kështu në ujë derisa t'i qesim, t'i përgatisim specat. Specat i pjekim. Unë i pjekim në furrë, i qes në grill. Mos i që kena prej, tash i qesim i pjek. Unë i qes me pjek në grill, ju mundeni edhe mi fërgu. Derisa e kena përgatit specat, partigjanat e zi janë la. Kullojmë. Edhe i qesim më terë, duhet një terë, para se mi fërgu. Derisa terën partigjanat e zi, na e qesim vajin në dhe. E mushim vaj aq sa mena notu partigjanat e zi në vaj. Derisa të nxehet vaj, i terim partigjanat. Tash e përgatisim hudrën. Hudra është sipas shijes. Nëse s'keni qef shumë me një shijen e hudrës në sallat, atëherë qitni ma pak. Nëse ju pëlqen hudra, atëherë i qitni ma shumë. Po ashtu edhe krypa është sipas shijes. Unë për momentin po ja qes një grusht kryp. Edhe i shtypim. Këtë tash e përgatisim hudrën, ufullën dhe vajin e ullinit. Kjo është në fund e përdorim e ja qesim përmi sallatës. Edhe shumë e rëndësishme me qenë ufulla balsamico, se ja jep atë shijen e mirë të sallatës. Edhe kjo është sipas shijes. Varet sa mas keni, sa partigjana, zi, e sa domate, sa speca, aq ja e përgatitni edhe këtë ufull me vaj ullini e me hudër e me kryp. Te e lejmë për ma vonë. E tash vaj është nxehtë, për vrej që e ka nisë nxehtë, po e provojmë. E qesim arsyeja pse unë i keri partigjanat e zi është për mos me kërsit vajin.
I përgojmë partigjanat e zi derisa të skuqen në të gjitha anët. Edhe ndërkohë edhe i kontrollojmë specat që i kemi në grill. Ja ka nisë më pjek, dhe që ala nuk janë gati. Tash partigjanat e zi janë gati me hek. Të të marrin këtë në gjyrë, janë tërgu me mjaft. Edhe i kullojmë në letër kuzinës që me kullu vajin. Edhe qesim pjesën tjetër. Kontrollojmë edhe specat. Edhe i sjellim në anën tjetër, më pjek edhe në anën tjetër. Kjo është mjaft. I kthejmë prapë në furrë. I pjek edhe në anën kundër. Partigjanat e zi i përgum, tash i nxjerrim edhe specat, se janë gati. Ja pra, i lejmë pakës më ftof, edhe tani i qirojmë, edhe ja nisim me përgatit salatën. Mas i kena lënë specat pak me uftof, ja nisim i qirojmë, pastrojmë. E hekim likurën. Tash i coptojmë. Mjashtoni partigjanat e zi. Ja coptoni domatet. I qitni domate sa keni dëshirë. Edhe ja shtojmë këtu që e kena qitë vajin, ufullën edhe hudrën. Mundeni mos mi qitë vaj, nëse nuk keni dëshirë. Mundeni veç ufullë edhe hudra, edhe kryp. Ja qitni për mi. Edhe përzini le, që mos mi prish partigjanat e zi. Kjo salate pëlqen pakës me nej, janë gjysore para se mu shërby. Për ndryshe edhe mundeni me shërby me njëherë. Ja pra, kjo është salata me partigjanat e zi. Faleminderit shumë për vëmendje, miropafshim në videon e ardhshme.